Momenti i showbizit, Gjesti fitoi Big Brotherin më në fund dhe do të diskutojmë jo vetëm për Gjestin, por edhe për ato që i pret banorët pas një formati të tillë. Bashkë me neve janë Atifete Sylla dhe Lena. Mirë se erdhët, shumë kënaqësi me ju pas në këtë pjesë. Mirë se jepëm, faleminderit. A u gëzut që fitoi Gjesti, se e kemi diskutu aq shumë, sidomos Lena ka qenë, u gëzove. Ata që më kanë rritë sociale kam pas sa fejsën e kom bu. Jo, hajgare, po, me të vërtet jam gëzu shumë. Në gjdo lloj forme për Gjestin jam gëzu shumë që ka fitu. E ka meritu definitivisht. Pa tjetër si individ normal pse kom qenë lumtur pse ka fitu, po ma shumë kisha dash me diskutu për fenomenin edhe që kam mësum edhe për atë jemi këtu, por është vetëm fillimi, kështu që patjetër do ta diskutojmë këtë pjesë. Kështë thona mirë që po besoj dhe si psikologe e gëzu se është liru edhe Gjesti prej ati izolime. Pa dyshim. Ai vërtet në momentet kur ka pas vetëm me u konfirmu kush do jetë fitus, unë vërtet kom qenë shqetësume për gjendjen e tij edhe ngarkesën që e ka shfaq ato emocionale, cilën si profesionist e kom ndi shumë, vërtet kom qenë shqetësume. Kur kanë qenë disa momente që keni qenë shqetësume për këtë? Po thuj se gjatë gjithë kohës kom qenë shqetësume, duke marrë parasysh faktorë që ndikojnë si format, edhe i kom diskutuar disa herë, qëndrimin e gjatë të tij në shtëpi. Vërtet ai ka mu ballafaqu me problemet shëndetit mendor, problemet edhe ato çfarë neve përjetojmë edhe me të cilat ne ballafaqohemi nuk është se shfaqen menjëherë ato simptomet ose shenjat, po kalon një kohë dhe neve do t'i vujmë atë përvojën që e kemi jetu, patjetër që ai do të ketë probleme, do të shfaq. Gjithashtu edhe dalja nga Big Brother prap është një sfidë për të, me një realitet tjetër. Mënyra se si do e menaxhojmë, mënyra aspektin emocional, duke pas parasysh si ai është i dërmuar në aspektin emocional, nuk e kam idenë se si do ja dali, por e ka të domosdoshme vizitat e profesionistë të shëndetit. Desha të pyes, çfarë duhet bëj Gjesti dhe njerëzit përreth tij? Gjesti, ato çfarë duhet ta bëj sa më parë është konsultat edhe vizitat te psikologu, po edhe tek psikiatri, pa dyshim. Njerëzit rreth tij, ajo varet është shumë individuale, se si do sillen edhe si do i përjetoj ky. Patjetër te këto raste kjo ka ndiku edhe në rritjen e tij si njeri, në pjekjen e tij emocionale, në stabilitetin emocional, po gjithë kjo kohë, gjithë ky presion, gjithë ato ngjarje, individ, konflikte, e çfarë ka përjetu përveç asaj, ai është ndi pak i diskriminuar aty, jo për shkak se neve diskriminohem edhe jemi të ndryshëm, po vetë fakti që vije prej një kulture, ta them neve pak më ndryshe, mënyra se si jemi rritur, ato rrethonat historike e kanë ndikuar edhe kulturën tonë, prandaj unë mendoj si vërtet ai duhet të konsultoj psikologët, duhet të konsultoj nëse është nevoja edhe psikiatrin. Len, çka e bëri, kemi të shumë detaje të tjera, që natyrisht do të ndalim. Çka e bëri fitues Gjestin? Durimi i tij, mënyra që ka mujt me më përballë me çdo sen, me mënyrën më të qetë të mundshme, që s'kan mujt asnjëherë me qit prej taktit, prej vetës, pavarësisht edhe pse pat edhe atë goditjen e fundit më që e mor, unë mendoj që me ato të fundit veç e ka marr fitoren. Edhe në fakt, unë çka spres prej Big Brotherit Shqipërisë sidomos, në fakt më pak në natën finale nuk është sim tu që s'kan mja dhonë. Mirë po, unë në momentin që ja ka mshu ai djali, definitivisht unë e kom ditë që ka me marrë fitoren. Se për ndryshe, mënyrën që shosil këtë që s'ka bo asnjë lloj reagimi, mi u kthy mrapsh me të njëjtën formë, nuk di çka tjetër i duhet Big Brotherit. Se Big Brotheri në fakt që ashtu edhe cilësohet si një reality show që është për e teston durimin. Po, e teston durimin e njerit, sa je i fort me duru presionin edhe tjerë që i ki për rreth, qa që edhe je fitues. Kështu që unë mendoj që asnjë si Gjesi nuk ka ditë mi përballu këtu sene. Se Gjesi u kona që u bullizu të në kohën, që i ka njep, do me thonë, fjallë ma të randa që na i kush ka më i marrë aty mrena. Kur po flisni për këto dallimet edhe këto bullizimet,
A ka ndodhur dhe për shkak kësaj na pa dash me kriju këtë ndasi, ndoshta që gjesti ishte vetëm nga Kosova, kishte vështirë të kuptojë nga të tjerët? A keni pa edhe elemente të tilla? Unë mendoj që nuk u kanë veç pse është i Kosovës, po u kanë edhe fakti qysh një i Kosovës erdh edhe na i trazoi ujrat komplet në Big Brotherit. Do të thonë kritikën apo sikur ka hi gjesti aty, ju kanë ata veç tu qunë më nxaz, bën palestër, bën më nxaz, drejt dark, flaj, që ka që konë ndroja atyne. Edhe ka arrit me shku edhe mjau qunë një bomë, do me thonë, u shku si një bomë rana shpis. Edhe u menoj se sa nuk u konë fakti pse është i Kosovës, që o konë fakti qysh një i Kosovës, arriti me bëjt që ta. Se të Kosovës ka pas edhe para prakesh, edhe para këtina, që as nuk i kam vrejt, do me thonë, nuk kam pas as qysh me i sulmu, se s'kam pas... As me bënda si, sepse s'kam qenë do shta qas. Po, s'ju naj faktori madhë. E momentin që i ka shku një që jau ka ndru sistemin e lojes, atër po, në fakt po, kam bo shumë dalim këtë sen. Atëre, për një profesioniste si ju, natyrisht është pyetja që pse një fenomen i tillë arriti të fitoj. Ka shi disa personaliteteve që natyrisht në karrierë janë edhe të arrirë dhe ky mbas se ka qenë diskutimi më i madh, Gjesti e ka thënë që nuk ka arritur të kryejë shkollën, ka vazhduar me dëshirën e tij për muzikën, që është diskutuar shumë kjo pjesë. Pse fitoi Gjesti si fenomen karshi këtyre personaliteteve të tjera? Sepse vetja ka qenë shumë vetja, edhe njerëzit zakonisht e duan individet e vërtet, duke qenë modest edhe duke e pranuar edhe duke mos u mundu me arsyetu ose me minimizu mënyrën se si ka jetu e gjithë çka ai është përballë. Pa dyshim ata të cilët kanë qenë në nivele më të larta arsimore zakonisht kanë tregu një prepotencë karshiti, e gjë e cila është gjykuar shumë nga publiku, prandaj edhe mendoj kjo është ajo çfarë individin gjithmonë e bën më të pëlqyeshëm edhe më pranueshëm vetvetja. Ndërkohë ai edhe vetë tha që është ndi keq në disa momente kur janë bërë këto ndasi. Megjithatë nuk e kemi pa që e ka shpreh. Po që kjo ka shumë shpesh, po. Unë mendoj se që kjo ka edhe arsye pse u shpall edhe fitus. Shkaku që nuk ka mujt kërkosh as mja vrejt as i natim randa. Madhe emocionale. Jashtëzakonisht madhe emocionale. Inteligencën emocionale. Jashtëzakonisht. Durimi është pjesë e inteligjencës emocionale. Prandaj një ndër ato lojrat e tij, e cila më ka bërë shumë përshtypje, edhe është tregu jashtëzakonisht i mençur, është kthimi i Jozit edhe i banorit tjetër që vërtet kanë pas një karakter, një personalitet shpërthys, një mungesë të inteligjencës emocionale, momentin që ti nuk arrin me kontrollu emocionet tuaj, është mungesë e inteligjencë emocionale dhe duke njoft mirë personalitetin e tyre, a i futin loj, edhe prandaj e arriti duke arrit deri te sulmi që i bëri banori, i cili vërtet kjo ishte si merit e Gjestit, edhe pse ai e mori atë shpullën, ajo ishte në favorin e tij, edhe gjithë synimi i Gjestit ka qenë kjo që të eskaloj në dhunë kashiti. Një që shumë interesante është që me gjitha këto zhvillime dhe me gjitha këto edhe bullizime, po edhe kontakte fizike ndaj Gjestit, më kalon shumë përshtypje qëndrimi i familjes, ka qenë shumë indiferente, domethënë nuk është përfshirë në gjithë këtë, pavarësisht që rëndom ndodh, në raste të tjera kur ndodh me banorët e tjerë familja përfshihet shumë. Ose dërgoj një mesazh po, kanë qenë mesazhe por shumë të shkurta, shumë të qarta, si keni parë domethënë këtë qëndrimin e familjes larg gjithë zhvillimeve? Vërtet më ka pëlqy. Kjo është një ndër pozicionet më të pëlqyme të familjes ti, duke mos u marrë shumë edhe mos u prononcu shumë rreth lojës së tij. Vetëm 2-3 paraqitje kanë pas. Prandaj vërtet kjo është një ndër ato vlerat, si sado edhe pse individët mund të jetë pa shkollum, mund të jetë të parsimum, po të kenë vlerat të vetat. Kështu që edhe kjo ka tregu një vlerë ku të cilët nuk kanë reaguar gjatë gjithë kohës, por kanë qenë të përmbajtur dhe të duruar, ku unë mendoj edhe durimi tyre është Gjesi, është produkti tyre, duke treguar edhe ky durim, prandaj kjo mendoj si është një ndër forma më të mira që familja tyre ka promovu në këtë reality show. Festa me flamurin e Kosovës u diskutuar shumë.
Lena, si të duk kjo moment, që e kemi edhe në ekran vazhdimisht? Unë në fakt, me thonë të vërtetën, kur e pash që e mërë flamurin në Kosovës, veç pritësha kur e kap edhe të Shqipërisë. Gjithashtu. Se në fakt, gjithë nuk është që në herë ka bo në e dalëm, ose unë jam e sigurt në vetën tam që kë nuk e ka bo me qëllim që me thonë unë jam i Kosovës dhe diçka tillë. Absolut jo. Unë menoj që veç ja ka gjujt dikush në skenë edhe ky veç ja ka kap edhe me festu me diçka. Është diskutu edhe e kanë krytëzu me një fjallë qyshe e ka marrë flamurin në Kosovës, që në qofë se na e një nuk ka lidhje cili flamur është e ke fundit, apo? Se na ata s'po bëjnë dasi, apo? Në qofë se nuk bëjnë dasi... Po gjithësisht nuk është ndonjë krim o ndonjë gatë me marrë flamurin në Kosovës. Të ke fundit e ka marrë fix. E për shembull në qofë se ata janë me të vërtetë që nuk kanë bënë ndasime, nuk është pse duhet m'ju pengu flamuri Kosovës, se neve s'na kish pengu për shembull në Shqipërisë. Të të ke fundit na e patëm Sarën vitin e kaluma, kur kes Sara, jo, si vjetë ku akon, të këj Kosovës që na shumë muzikë greke në Big Brothers Kosovës. E të thym pjata, bënëm tradita greke, shkaku për respektin se kur rrit aja. Sen që pak mu nuk është se m'ka pengu në shtetë tonin, në shtetë Kosovës që... Po, se është komentua edhe në rrjetet sociale, pse muzikë greke pikërisht. Po pra, tash për shembull, pse aty në mjë pengu i Kosovës, të ke fujnë e nanja, krejt për thojnë që e na... Vetë fakti si diskutohen këto ndasit, edhe komentohet flamuri i Kosovës si nuk ka nëjë gjatë keqe, edhe nuk ishtë dasht me u pasi diskriminim, në fakt kjo tregon për një ndasi. Kjo është një faktor që ndikon tregon për një ndasi në momentin kur neve gjatë gjithë kohës diskutojmë i Kosovës i Shqipërisë, flamuri i Kosovës i Shqipërisë. Prandaj, mendoj, nuk e di, mendoj si është një pjesë që gjatë gjithë kohës nuk munden mu ambientu se me qenë vërtet me qenë racional në raport me neve si kombë, duke bo dalimet të tilla, vetë fakti që komentohen edhe gjatë lojës, edhe tani një nga i Kosovës ta merr fitoren, nëse neve ishim konsideru si në një, nuk ishtë dash mu konsideru, mu diskutu një i Kosovës ta merr fitoren. Si kur ta themi një i qytetit Pejës, ose qëfar do të qoftë. E këto janë ndasi që ka disa dëshirën që mos t'i potencojmë, është e neve pa këtë ndasin, vetë fakti si gjatë gjithë kohës potencojmë. Normal, pse të neve kanë diku, neve historikisht, historia na e kanë diku, edhe pak jetër që edhe jenë naturale dhe normale këto diskutimet. Nuk bën t'i majmë qaq me emocion, qaq me patriotizma, sepse këto pastaj kalojnë vërtet edhe në një farë, jo rrejtje, po në një farë përqarjen mes mendoj mes një kombit, se na jemi një komb, e këto mendoj si këto pënzitin, duke u mundu me i potencu pënzitin për qamje, pra ndaj na jemi një, kulturat, historia e ka ndiku për disa arsyje neve me qenë pak të ndryshëm, do me thonë, neve edhe në për qytetet, edhe në qytetet, kulturat ose ndryshojnë, edhe me nga Kosovës, neve dialektin e kemi ndryshe në një qytet tjetër, ose traditat një qytet tjetër, shu që unë mendoj si kjo po shfryzohet nga një herë, ose duke u potencu, po ka efekt ma negativ, edhe po ndikon në përqamje. Një pyetje, sepse natyrisht një pjesë e madhe është gëzuar fitores Gjesit, por ishte një status në fakt, që nuk më pëlqeu as pak, që urime Kosovë, ky është përfaqësuesi i juaj. Pra, për këta që po e kritikujnë dhe që e shohin në këtë kënd, në fitoria Gjesit, si fenomen, si një djalë që nuk e ka përfunduar shkollën, si që e ka thënë, ka dashur të vijoj me dëshirën e tij për muzikë, madje dhe kushtet e vështira financiare, ka dashur të ndihmoj familjes. Faktor që ka ndiku. Në fakt, do më thënë, a flet për neve kjo diçka? Kjo është ndasi. Kjo është ndasi. Së pari, Gjesti nuk mendoj si ka përfaqësu Kosovën. Nuk na ka përfaqësu. Gjesti ka përfaqësu individin. Edhe kjo është shumë e gabume, edhe këto janë këto këto prononcimet në një farë forme nëzitin për qarjet.
Gjesti ka përfaqësu vetëm individin. Neve kemi njerëz të shkollum, neve kemi të arsimum, kemi artista, që do të thot kjo është shumë e gabueshme edhe mendoj ka njerë edhe ka tendenca të paraqitet në këtë formë, prandaj këtu jam vërtet shumë të dëmshme për shoqërinë tonë, edhe për këto konflikte që vazhdimisht unë mendoj deri tash ish dashur të mos ekzistojnë më këto ndasi dhe këto debate, këto vetëm sa po vinë edhe po bojnë më intenzive edhe po shtohen. Gjithë ata të rinë që kanë përcjell Big Brother, sepse shikuesit më të madh aty janë pjesa e të rinjve. Çfarë duhet mësojnë nga Gjesti? Nëse ka mundësi, paraprakisht, para se me fol në aspektin individual, nuk është se duat mirëm shumë me individin dhe me Gjestin konkretisht, as pak. Po me fenomenin. Me fenomenin. Se pari çfarë ka tregu ky reality show për shoqërinë tonë, për nivelin tonë si shoqëri. Me keqardhje, ky reality show ka shpërfaq indiferencën tonë ka shi vlerave, ka shi promovimit të vlerave, edhe ka shi të instalimit të vlerave të këtë rritë. Një popull ose një këmbë besa të jetë i apasionuar pas një reality show si kë, kjo është përfaq jashtëzakonisht qartë nivelin tonë si shoqëri. Në secilin vend botës ka vende që kanë këtë Big Brother, këtë reality show, po është një pjesë e caktuar që mirët. Në përgjithësi, si reality show nuk menoj si shpërfaq ose promovon vlera. Nuk është realiteti jona? Pa tjetë, kjo është i dhimbshëm, realiteti jonë është i dhimbshëm. Ta apasionohesh mas një reality show të tillë, i cili vërtet unë mendoj edhe kom diskutu në disa paraqitje, ka jashtëzakonisht efekte negative të këtë rinjët, jashtëzakonisht. Duke i shtu këtu edhe pjesën VIP, ata e kanë i marrin si model këta njerëz, janë të apasionum pas tyre, i modelojnë edhe i marrin si shembuj, e mendoj se nuk është se kanë dhënë ai shembull të mirë, definitivisht unë mendoj se jemi në një nivel jashtëzakonisht problem shqetësues në raport me vlerat që neve duam të promovojmë. Sa i përket Gjestit si individ, vërtet duhet të rinjt ta marrin si shembull vetëm për durimin e tij. Vetëm për durimin. Vetëm për durimin. Po. Po dhe respektin për familjen që e dhe patjetër për vërtetësinë që ka. Po. Se ndoshta Gjesti tregoi që me gjithë vështirësitë dhe momente që edhe mund të jesh poshtë, mund të ngrihesh, a? Po mendoj se Gjesti u kanë ky durimi i tij, edhe zakonisht durimi është një cilësi edhe përfshihet në këtë edhe ka potencuar shumë këtë lidhje familjare, rëndësinë familjare. Patjetër që vërtet ndihmon individin jashtëzakonisht shumë në të ardhmen edhe të jetë i suksesshëm. Është një ndër cilësitë kryesore që nesër një individ tjeti suksesshëm është durimi duke marrë parasysh se jeta jo gjithmonë është e lehtë, jo gjithmonë sfidat nuk janë gjithmonë të lehta për t'u kalu, po durimi është ajo cilësia e cila asnjëherë ty nuk të hup motivin për të vazhduar përpara. Prandaj kjo është e ndërlidhme, durimi me atë vazhdimi përpara të çfarë do sfide që neve kemi një jetë. Lena? Po, se dashti Lena. Diçka më shtu ndoshta me këtë Po, shok. ore, desha me thonë që menoj që Gjesti është për atë shembullin e të rive të Kosovës, se nuk është i vetmi në Kosovë që nuk ka kry shkollë, nuk ka arrit me kry shkollën. Po as në Shqipëri besoj, a? Po patjetër, po folin për Kosovën mbasi jena në shtatonin këto. Sa i përket Gjestit u mendoj që përpos që e ka shfaq durimin e vet, e ka shfaq edhe respektin për njerë që janë për shembull më të mëdhej, se pavarësisht sa e kanë nguc, apet si apet kur u kthy, kur ardh puna me fol seriozisht u kthy tamam, ju e ka jep një farë lloj respekti, qysh unë për vetë jam rrit në familjen tam, kur dikush më i madh son para meje, duhet me pas një farë konsiderate. Rozana ka thënë një fjali shumë të mirë për Gjestin, që pavarësisht të gjithave, në fund Gjesti bukën e ndan me tjetrën. Po pra, për shembull Gjesti ka jep atë shembullin se edhe pse ja kanë marrë bukën, se është një video që mua më ka prekë ti për shkak. Ja kanë marrë bukën, ja kanë xhujt bukën, apet si apet duken, okay, s'ka lidhje është ku e ka marrë. Që i beke që ti pavarësisht sa mban më keq,
unë e di ndryshe me kon maj malë se te, që i bjanë, fundi e mërë fitoren. Kështu që unë menaj që u konë shambull shumë i mirë, pavarësisht se të në kohën u konë i krytëzu me faktin që ti se ki kry shkollën, se të ke fundit shkolla njëri nuk të banë. Ati në shkolla më me të po profesionist në profesionin tonë që i ka kry në fakultetin, po jo njëri. Më thonë respekt në zime të mësu shkolla. Shumë gjëra rrugës. Ndërkohë diçka që është komentu shumë, i kthemi edhe njerë natës të finales, një pyetje për Lenën. E po am aty që Egli është taku me familjen e Gjestit. Edhe momentin kur takohet Egli me nanën e Gjestit, nana e Gjestit ja bën një shikim edhe nuk ja jep një përqafim. Ku do në rrjetet sociale po komentohet, e ke pa? Unë se pas na po. Se ke pa? Jo. Okej. Nuk e pas na po, po nuk... Ka njëherë është ndikon shumë edhe emocioni momental që e ki. Se ka njëherë i qash i trollumë sa që nuk dina që e të bu, e u menoj që që anot për familjen e Gjestit, sidomos prej rastit shuplakës Jozit, u mendoj që familja e Gjestit ju në konë me një rëndesti për të madhe psiqike edhe shpirtrure. Kështu që ka njëherë duhet më nalë mi kuptu njerin se unë ndodh unë vetë, kur jam shumë ngarku me më punë, me pa një shok që to dhe mus me pa. Apo den? Tash, unë nuk përdu me artë të nënë e Gjestit se nuk e nja personalisht. Mirë po, unë menoj që ka njerë du të menua që të pjesë, për na jena të prirë për mi marë sendet negative edhe mi shfaqë sendet negative. Si do mos gërjem punat e nusët. Po, si do mos Se e pa një përqafim shumë ngrot nga motra e Gjestit edhe nana ashtu që është i analizoj. Prapë se prapë, pavarësisht sa e do në vlau, ndryshë është ndjenjat e motrës dhe e vlaut ma letë mundet mu mbajt, ndryshë nana për fëmi. Unë që nanë për ma mërmendjet shumë të më konë. Po flasim shumë për vlerat. Dhe pyetja konkrete, çka është vlerë për të rinë tonë? Çka duhet të jetë vlerë? Çka është dhe çka duhet, janë dy gjëra të ndryshme. shumë të ndryshme, si që Ti diskutojmë dyjat, po. e potencova ma herët. Vërtet është qetësuese. Vërtet për mu, jam trishtu me këtë impact që ka pas ky reality show. Çka është vlerë? Vlerë besoj si nuk është shprehjet edhe drejtuar njëri tjetrit në mënyrën banale, në mënyrë të dhënshme, mungesa e tolerancës, e këto të cilat vërtet janë promovuar në këtë reality show. Vërtet deri te edhe abuzimi fizik. Kështu që mendoj mungesa e respektit e gjithë këto, në fakt u mendoj duke marrë parasysh jo vetëm këtë reality show, po edhe në jetën e përditshme, edhe gjithçka çfarë neve atakojmë çdo ditë, unë besoj se jemi në krizë në raport me vlerat. Jam shumë e sigurt në ato çfarë çdo ditë neve kemi të bojmë, jemi në një... A jemi vetëm ne, apo në përgjithësi ndoshta se... Në përgjithësi ka ndodhë shumë faktor që është një farloj krize e identitetit, por tek neve vërtet është ma e shprehun. Është shumë e shprehun, edhe mos diskutojmë këto faktor që neve na kanë pru të cilët janë konë të gjithë bashkë, duke pas parasysh qysh pas luftës që ne jemi një shoqëni e dalin nga lufta, tranzicioni, teknologjia, pastaj rrjetet sociale, edhe neve na kanë gjetë jashtëzakonisht shumë pa përgatitur. Në një farë jemi në një farë euforie, pastaj diskrepanca e madhe në mes të mendësisë të gjeneratave më të vjetra dhe tani më të reja. Do me thonë, kemi qatë shumë probleme, mos të harrojmë, ka ndiku shumë edhe faktori politik, edhe këto nuk duhet me diskutu, kur neve shohim edhe promovohet dhunë ose dhunë si në aspektin verbal, po edhe fizik në raport të politikanëve me zveti, ajo bot shumë normalizohet, shumë mirë edhe në shoqënin tonë. Prandaj, u mendoj si gjatë gjithë kohës ata që i çdasht jenë modeli më i mirë për shoqënin, e cilët na i zgjedhim për me na përfaqësu, vërtet nuk na kanë përfaqësu si duhet, vërtet kanë promovuar. A është model? Se kjo është një pyetje që bëhet shpesh. A është Gjesti model? Në këtë, në fakt, me keqardhje nuk isha dashur me qenë ai modeli i trive ton, jo as pak. Unë mendoj si tri ton ish dasht me promovu një model tjetër, jo këtë formën e modelit, pa marrë parasysh se ai ka aspektet pozitive të tij, edhe më vjen keq nuk isha dash personale me komentu askënd. Po, ka qenë edhe ai vetë që ka thonë që nuk e kom ndjek bash rrugën që duhet. Dhe ka bërë thirrje vazhdimisht për të rritur. Ama unë për vete, unë qenë model i trive tonë. Edhe mungesa e shkollës është një arsimimit, është një faktor i cili lun rol të një shoqëri. Po në qoftë se si ka pas mundësit?
Patjetër, nuk e diskutoj, nuk e dyshoj, por nuk duhet jetë model. Jo. Tash vetëm pak, duke marrë parasysh ndikimin edhe trit cilët nuk është se shumë e analizojnë modelin, po e përthithin si të tërë, mendoj si kjo si shablon, mendoj si është e gabushme nëse neve potencojmë Gjestin si model. Unë e kisha potencu përdurimin e tij, por jo nuk kisha dashur të jetë model për trit tonë. Okej, unë arsyeja pse kisha mendu që model, s'po dija më me qyta më model, mirë po, që çka mu tjetër më ka pëlqy për pas durimit që e ka pas Gjesti mrenda, u konë mënyra që ai është pendu për të kalumen e rinis vetë, edhe ka reflektu me vetën, edhe ka vendos mu kthy tash drejt familjes, edhe me u kthy tamam që duhet me një djalë që pretendon me arrit diçka njëtën e vetë. Do me thonë, kjo e ka kallëzu komplet që ka bu, që s'ka mujt me kry shkollën, për që ka zgjedh një jetë rrugës, për me bu diçka me bu do pare, me mbjetu, për me ndihmu edhe familjen. Mirë po, tash i ka arë një mundësi, e ka shfrytzu mundësi. Okej, tash shoj ma për shfrytzu mundësi. Po tash na as për veti, ka njerë edhe veti janë befason që me nëj këtë sa me bu arrit, me bu kiri qka tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme që Gjesti tashmë ta shfrytëzoj muzikën. Po pra, edhe unë shpresoj shumë edhe ju uroj shumë fatë sukses Gjesti, por vërtet mendoj, si që ceka ma herët, duke qenë të apasionum mas gjithë këti reality show, nuk e diskutoj Gjestin, vërtet duke marrë parasysh ato që farë ka tregu edhe sfidat e jetës e ti, a i mendoj si vërtet është një individ mjaft i stabil emocionalisht. Shëqone, nuk mendoj si s'ka vlera, po jo model tjetë për shoqnin tonë, kjo dallon. Ka ato vlerat cilat vërtet në mundësit e ti dhe ato që fa i ka jep jeta dhe mënyrën se si ajo rritë, mënyrën se si ajo është pallafaqu me probleme si i ri e gjithë qka tjetër, do me thonë ka disa cilësi të cilat vërtet janë të mira si që thash edhe durimi. Po, të jetë model, mendoj si është e gabushme, vetë fakti si ka 2 ditë si neve miremi veç me Big Brother, veç me media, deri politikanit, imagjinoje sa ta pasionum jemi, kur në fushata neve kemi dëgju shprejet e banorve të Big Brother, nga politikanët. Po më i des ka qenë Gjestin gjatë fushatës se sa fushatë që ka ndodhë diçka. Kjo është tragjike vërtet. Do me thonë një reality show si ky të promovohet nga politikanët, duke pas parasysh si ne kemi jashtëzakonisht shumë probleme madhore në këtë vend, duke nisur që nga familja e arsimi, e shëndetësia, e gjitha këto. E apo thoni që do të ndërprehet Big Brother? Pa tjetër, unë nuk mendoj si është një model, pa tjetër nuk mendoj, ajo që fa mu më shqetëson ma shumë, nuk ka të bëj vetëm Big Brother, ka të bëj nivelli jonë si shoqni. Nëse s'është Big Brother, ishka një reality show tjetër. A e kupton sa tragjike është politikan në fushata zgjedhore të citojnë fjalë të personazheve të Big Brother, t'i marrin si model ata, vërtetu nuk e di, ndoshta nuk pe analizojmë pak ma në thellësi, po kjo është tragjike. E vërtet. Ka puls Gjesti ka vërë, kështu që urojmë që edhe Gjesti të ketë puls gjatë periudhës tashmë vera që po vjen. Muzika besoj skena do t'jetë e ti, edhe shojmë, i dëshirojmë shumë suksese. Nuk po për talentin. Inshallah vazhdin me përdor mirë, ati fete faleminderit shumë që ishe me neve, Elena, edhe ty, që gjatë gjithë kohës kjo ardhë me bisedu në lidhje me Big Brother. Dhe jo vetëm, do të kemi rastet e tjera, natyrisht temat e tjera, si që tha dhe nga një profesioniste që ka shumë gjëra që janë shqetësuese për shoqërinë tonë. Faleminderit shumë. Gjithashtu faleminderit.